pjesëmarrës firmosi dje kontratën me demokracinë, me familjen dhe me Shqipërinë për të dalë zot gjërë fitoren e plot dhe përfundimtare mbi këtë regjim. Duhet t'i falënderoj për përmbajtjen e zemërimit dhe urrejtjes këtyre të pakufishme që kanë ndaj kësaj narkoqeverie. Unë e kuptoj që ai ishte një mundim i veçantë, por kjo është betejë në vazhdim. Ky ishte një inaugurim me një rëndësi të jashtëzakonshme dhe mesazhin më të fuqishëm për Edi Ramën, narkoqeverinë e tij. Ky mesazh përmbledhet me një fjalë të vetme: largohuni. Largohuni. Nuk mund të ketë fjalë që mund të shpreh atë që ndjej për ata qytetarë që erdhën, për atë disiplinë që treguan, për atë përkushtim që treguan. Por nga ana tjetër, jashtë të gjitha përpjekjeve të makinës toksike propagandistike të Edi Ramës, vuvuzelave të tij se populli nuk ngrihet, se populli nuk ka besim tek opozita, se kështu dhe ashtu, madje vetëm sa nuk thonin se populli e don Edi Ramën, kishte do një që thoshte këtë, ata faktuan se cilat janë ndjenjat e popullit për Edi Ramën. Urrejtja e pakufishme, zemrimi i pakufishëm. Me këto dy terma mund të përmbledhen ndjenjat e qytetarëve. Siç kemi deklaruar dhe më parë, kjo betejë është një betejë për jetën, për liri ose vdekje, për jetë ose vdekje. Nën moton, ja të vdesim, ja të rrojmë për liri. Çdo qytetar i ndershëm i këtij vendi, çdo opozitar i këtij vendi, çdo socialist i ndershëm i këtij vendi, duhet ta ketë të qartë, dhe e ka të qartë, se me zhvillimet dhe zbulimet e fundit, faktimin, se unë për shembull Ergy Sagasin, jo vetëm të sallë, por dhe në aulat më prestigjioze të Europës, në Këshillin e Europës, në Parlamentin Evropian, në EPP, në Partinë Popullore Europiane dhe kudo. Rezolutat tona e kemi damkosur si koordinatorin e Edi Ramës për veprat më të zeza, dhe tani po faktohen. Pra, çdo shqiptar duhet ta ketë të qartë se kemi të bëjmë me një përballje për jetë e vdekje të demokracisë shqiptare. Në që kuptim, Edi Rama nuk do të t'i heq imunitetin Belinda Ballukut, Lubi Ballukut, sepse është vetë
sepse është vetë prapa të gjitha akteve që ka kryer Lubia. Edi Rama po blen kohë. Pse po blen kohë? Për vepra zeza. Është i gatshëm dhe jaftë të ndryshojë çdo ligj dhe çdo rregullore, në mënyrë që të nxjerrë gjithçka jashtë përgjegjësisë ligjore. Dhe kjo do shënonte vdekjen e opozitës dhe të opozitarizmit. Kjo do shënonte asgjësimin politik të saj. Ndaj dhe kjo betej është ja të vdesim, ja të rrojmë për liri. Dhe i garantoj shqiptarëve se sa herë opozita është përmbajtur këtij hymni solem që ka frymëzuar shqiptarët në gjitha kohrat, ajo ka fituar. Ky ishte himni i viteve 90. Po ky ishte edhe 98. Me këtë himn u ngritëm ne, se donin ta shfarosnin dhe fituam. Dhe kësaj here ne do fitojmë. Por duhet që çdo opozitar të përsërisë vetes gjatë ditës me 10 herë këtë moto. Nuk ka moto më të rëndësishme se kjo. Opozita nuk mund të shuhet. Shurja e opozitës është shurja e sovranitetit kombëtar të brendshëm. Është fundi. Nuk mundet kur një bandë kriminale e implikuar në aktet më të rënda, në pengmarrje, në zhdukje, në çfarë aktesh, në kontrollet pamëshira të çdo të dhënet të qytetarëve shqiptar, në kontrollet pamëshira të gjitha lëvizjeve transaksioneve. Nuk mundet kur kjo ta zgjesoj sovranitetin e brendshëm të një kombi, ta zgjesoj opozitën. Ndaj dhe betejë jonë vazhdon deri në fitore, dhe ne do e fitojmë këtë betejë. Edi Rama mendon të përdor mandatet si bajoneta krimi për të mbrojtur vetë e tij. Gabohet rënd. Gabohet shumë rënd. Gjithçka është në dorë të qytetarëve tani. Mbrëm ai u shkarkua nga detyra, de facto. Para gjithë botës është një kapoband, s'është asgjë më shumë. Një avokat Mjeran, që fshihet pas Lubi Ballukut, pas Ergjys Agasit, e tjerë me radhë. Duke fanëruar dhe me njerëve me njohjen më të madhe, të gjitha ata tri, të reja, burra, gra, të moshuar, pensionist, që lanë çdo gjë dhe mbushën sheshin, i ftoj të përshkallëzojmë, të jenë të gatshëm të përshkallëzojmë luftën, betejën tonë, gjerë përmbushjen e misionit.